Hutbeja e kësaj gjymaje do t'i kushtohet 27 vjetorit të hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë. Në fokus do t'jetë mirënjohja për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e NATO-s për kontributin në shtirimin e vendit, ndaljen e luftës dhe vendosjen e paqes. Po ashtu do të nderohen luftëtarët e ushtrisë, lirimtarët Kosovës, dëshmorët dhe martirët që kontribuan në lirinë e vendit. Hutbeja do të trajtojë rëndësinë e mirënjohjes dhe përgjegjësinë ndaj lirisë, duke u bazuar në mesazhin fetar të falënderimit dhe respektit ndaj njerëzve. Kështu na njofton imami Lavinat Maliqi. Në 35 prej 38 komunave të Kosovës ka përfunduar procesi i numërimit dhe i verifikimit votave në qendrat komunale të numërimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se procesi nuk është përmbyllur vetëm në 3 qendra, në Gjilan, Prizren dhe Prishtinë. Sot detajet sjell Valmir Elezi, zëdhënësi i KQZ-s. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke vazhduar me aktivitetet në qendrat komunale të numërimit, si dhe në qendra numërimit dhe të rezultateve, të cilat kanë të bëjnë me zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Procesi i verifikimit dhe numërimit ka përfunduar në 35 qendra komunale të numërimit, ndërkaq numri i përgjithshëm i vendvotimeve të procesuara dhe që i takojnë të gjitha qendrave komunale është 2349 nga 2498 vendvotime, apo mbi 94% e tyre. Procesi i numërimit dhe verifikimit nuk është përmbyllur ende në 3 qendrat komunale tjera, siç është ajo e Gjilanit, Prizrenit dhe Prishtinës, ku kanë mbetur në përgjithësi edhe 149 vendvotime. Ndërkaq në qendrën numërimit dhe të rezultateve është duke vazhduar procesi i numërimit të fletvotimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht të votimit në përfaqësi diplomatike, i cili ka filluar pas ditën e 11 qershorit. Deri në premten nga 47 vendvotimet e përfaqësive diplomatike. Po ashtu në qendrën numërimit dhe të rezultateve është duke vazhduar procesi i verifikimit të